Krish projekti të shkojt në Instagram, si me ngacmuar një gocë në gjimnaz, kupton? Domethënë është e pabesueshme që kjo që nga një lloj tradite delirante e sundimtarëve shqiptar. Ismaili i shkret atëre për shkak të skandaleve u detyrua të abdikonte, të largonte dhe mori Tefik Pasha. Nuk e di ky do abdikoj apo jo. Por paralelizmi është interesant. Ky vaniteti që në mes fukarallekut, dështimit, mungesës së infrastrukturës, prapambeti që Egjipti akoma e vuan sot, ai harxhon paratë e taksave, atë sokollë për bërë një kryevepër të artit klasik. Edhe ky tani harxhon taksat e qytetarëve, fondet, hapësirën publike, pushtetin, administratën ri me orë të tëra, duke hequr dorë nga përgjegjësitë qeveritare për të bërë gjëra estetike. Dhe kjo ka një dimension të çuditshëm të vanitetit që lidhet pak a shumë edhe me një situatë ku ai ka menduar se i ka larg punët me Shqipërinë. E ke çuar larg me arkitekturën. Ai ka menduar, ai ka menduar se ka parë Shqipërinë si çiflik. Ai ka parë Shqipërinë si çiflik, madje s'merre fare as me qeverisjen, do më shumë udhëtonte. Nuk shikoje ndonjëherë duke ndrejtuar një këshill ministrash, po shikoje duke i dhënë mend botës, shkonte tek forumi Delfit, i thoshte evropianëve turq që ju vjen juve që zinte sillen me Rusin. Do me njëti kryeministër që kur ishte në Këshill të Sigurimit si antar i përkohshëm, e skuqte me turp Zelenski se dilte me Ukraina se sa ukrainasit, duke ju hakërryer ambasadorit rus, pastaj kalojnë ca muaj për kontrapedalizëm, shkon në Greqi dhe thotë që Evropa do të sillet ndryshe me Putinin, po tregohet shumë e ashpër. Domethënë këtë ka qef, të udhtojë, të flasë me artistë, atij nuk intereson me qeverisja. Ai ka njerëz që e bën këtë punë dhe ka menduar se i ka larg punë me Shqipërinë. Dhe nëse ka bërë kjo protestë, diçka tjetër që i ka habitur të gjithë, dhe atë në mënyrë veçantë është që ai nga një anë zbuloi që instrumentat e tij për